Pal Leka I falenderoi të gjithë qytetarët e Gjakovës për kulturën e treguar para dhe gjatë ditës së procesit të votimit. Unë I falenderoj gjithë mbështetësit e mi, edhe ata që kanë udhëtuar 2000 kilometër dhe kanë ardhur për të dhënë një votë, një mbështetje që për mua ka qenë diçka mjaft pozitive, e pranueshme dhe ndoshta më tepër se fitoria. Gjakova tani do të ketë ndryshime dhe unë do të kërkoj nga kundër kandidatja ime që të implementoj gjithë projektin, vizionin e saj për të mirën e Gjakovës që unë do t'i gëzohem. Ndër të tjera ai po ashtu e uroi Mimoza Kusarin Lilen për fitoren dhe theksoi gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me të. Unë I uroj kundër kandidatës që më të vërtet t'i realizoj gjitha ato premtime dhe në këtë drejtim do të përfitoj edhe unë si qytetari I Gjakovës, por t'jeni të bindur që nëse është nevoja çfarëdo që të më fton, do t'jem bashkëpunëtor I mirë për të mirën e qytetarëve të Gjakovës. Leka I shtoi se do të jem pranë qytetarëve të Gjakovës kurdoherë që ata kanë nevojë.